Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Bashkimi Evropian paralajmëron heqjen e plotë të tarifave roaming me vendet e Ballkanit Perëndimor. Gjatë konferencës për shtyp në Shkup me kryeministrin Ilir Mickovski, komisionere europiane për zgjerimin Marta Kos kërkoi që të punojnë në ndryshime ligjore që do të mundsonin heqjen e roaming nga janari vitit të ardhshëm. Ne mund të kemi roaming falas për vendet e Ballkanit Perëndimor prej janarit 2026. E kam kuptuar se të dy jemi garues. Zoti kryeministri jam i sigurt që Maqedonia e Veriut do ta përmbush. Kjo është e madhe. Nënkupton që njerëzit tuaj dhe të gjithë njerëzit nga Bashkimi Evropian do të mund të komunikojnë në telefon pa tarifa shtesë, tha komisionere europiane për zgjerimin Marta Kos. Ministri për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini në Maqedoninë e Veriut nga radhët e Vlen Fatmir Limani nuk e përjashtoi mundësinë që të jetë kandidat për kryetari i komunës në Kërçov në zgjedhjet lokale në Vjeshtë. Limani tha se emri i tij është pjesë e anketave që po zhvillohen. Emri im është duke u anketuar, është pjesë përbërëse e anketave dhe nga pala tjetër e opozitës, nuk e përjashtoj këtë mundësi, por të gjithë e dim se as Kërçova dhe as një komunë tjetër nuk janë dëshirë e jona personale, por është një realitet i bazuar mbi kërkesën dhe nevojat e qytetarëve. Ashtu siç të vendoset, ashtu edhe do të pronësohemi në fund, tha ministri për Politikë Sociale Fatmir Limani. Bashkimi Demokratik për Integrim reagoi ndaj ministrit për Integrim Evropian Orhan Mytezani duke e kritikuar për një fushatë negative të ndërmarrë ndaj komisioneres për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut thekson se nuk duhet të lejojë që deklarata e komisioneres se identiteti nuk është çështje e kushteve politike, por thelbi i dinjitetit njerëzor dhe shprehje e veçantisë së tij të kthejë në objekt fushate e urrejtjes. Sipas BDI-s, është tronditse që ministri për Integrim Evropiane nuk e pa të arsyeshme të mbrojë publikisht këtë qendrim. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Ilir Mickovski deklaroi se temat politike që lidhen me numra dhe përqindje kanë mbaruar, ndërsa tani duhet të vendosim se çfarë duam. Është një drejtë e fituar dhe ka mbaruar, tha kryeministri Ilir Mickovski në përgjigje të pyetjes në lidhje me fjalimin e tij në Kuvend, kur përmendi mundësinë e kryerjes së një regjistrimi elektronik të popullsisë. Ne kemi nevojë për numra real për të ditur se si ta zhvillojmë vendin. Kur përmenda regjistrimin elektronik, e përmenda atë bazuar në një pyetje nga një antar i Parlamentit të Maqedonisë, që erdhi si rezultati i vendimit të gjykatës kushtetuese për të anulluar metodologjinë e përdorur në regjistrimin e fundit, tha Ilir Mickovski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut do të vendosë modelin One Stop Shop në vendkalimin kufitar Tabanos Preshev. Këtë të premte pritet që në këtë vendkalim të fillojë puna me sistemin e integruar ndërkufitar të Maqedonisë së Veriut me Serbinë. Ministri i Brendshëm Pantre Toshkovski tha se nga katërkoriku në të do të kontrollohet vetëm hyrjet e njerëzve dhe mallrave në shtet. Me Serbinë zyrtarisht do ta vëmë në funksion në fund të kësaj jave. Mendoj se të premten e kemi bërë marrëveshjen të kemi ceremoninë e hapjes dhe fillimin e funksionimit në këtë mënyrë të kontrollit të udhëtarëve në kufi. Jemi në fazën e bisedimeve intensive dhe me Republikën e Shqipërisë ku flasim për 2 vendkalimet kufitare, ku vlerësojmë se do të lehtësohet lëvizja e qytetarëve nëpër kufi me mënyrën e re të kontrollit të udhëtarëve të quajtur One Stop Shop, tha ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut Pantre Toshkovski. Rajoni. Presidenti i Republikës Kosovës Vjosa Osmani tenton zgjidhjen e ngërçit politik. Ajo priti në takim kryetarin e lëvizjes vetëvendose Albin Kurti. Ky është takimi i dytë që presidenti apo zhvillon me subjektet politike pas konsultimeve të para që ishin mbajtur në një format të përbashkët me të gjithë liderët partijak. Ndryshe nga herët e kaluara, kësaj radhe takimet zhvillohen ndaras me secilin lider. Grupimet politike janë të ndara për mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit Kosovës. Opozita kërkon marrëveshje ndërsa vetëvendosja kërkon të caktojë emrin e propozuar prej saj si parti e parë fituese e zgjedhjeve. Kryeministri i detyrë i Kosovës thotë se është i gatshëm për bisedime me partitë e tjera politike për konstituimin e Kuvendit. Pas takimit me presidenten e Republikës Vjosa Osmani, Albin Kurti deklaroi se janë duke u zhvilluar përpjekje intensive në përputhje me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Ai theksoi se janë të përkushtuar për të realizuar këtë proces përmes bashkëpunimit dhe konsultimeve. Afatet po rrjedhin në javën e fundit të korrikut. Duhet që ta kemi konstituimin e legjislaturës së 9. Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë së re.
Albin Kurti njoftoi se gjatë takimit është diskutuar për gjithë elementet përbërës të procesit dhe theksoi rëndësinë e vijimit të takimeve me përfaqësuesit e tjerë politik. Diskutuam gjëra gjatë, i përmendëm të gjitha elementet përbërëse dhe tash zonja presidente do të ketë takime edhe me përfaqësuesit e partive të tjera politike e mbase në fund do të mund shohemi se a kemi bërë përparim, sa kemi bërë përparim dhe sa është i mjaftueshëm një përparim. Prishtina planifikon ndërtimin e 2 urave të reja që lidhin Mitrovicën e Veriut me Mitrovicën e Jugut. Për kryeministrin e detyrë të Republikës Kosovës Albin Kurti, urat e reja mbi Ibër janë dëshmi e përkushtimit të qeverisë për të rritur komunikimin, qarkullimin dhe bashkëpunimin. Ai sqaroi se ura për automjete dhe këmbësor do të ketë një gjatësi 51 metra dhe gjerësi 10 metra, ndërsa ura tjetër, e cila është dedikuar vetëm për këmbësor, do të jetë 41 metra i gjatë dhe 3.7 metra i gjerë. Kurti përmendi dhe rëndësinë rajonale të ndërlidhjes mes urave mbi lumin Ibër. Mbi lumin Ibër gjithsej janë 77 ura në 3 shtete, Malzi, në Republikë Kosovës dhe në Serbi. Pa i numruhe kurullat që janë mbi lumin Ibër. 77 janë. Prej tyre 35 janë në Kosovë. Këto do ta bëjnë numrin e urave 37 mbi lumin Ibër në Republikën e Kosovës. Ndërtimi 2 urave të reja mbi lumin Ibër janë komentuar si kërkesë e vetë banorëve nga ministri i detyrë i mjedisit në Kosovë dhe planifikimit hapësinor të infrastrukturës Liburna Liu. Ai tha se projekti synon të forcojë lidhjen ndërmjet pjesës jugore dhe pjesës veriore të qytetit. Kemi nënshkruar marrëveshjet, memorandumet me të dyja komunat dhe në bazë të atyre 2 memorandumeve e kemi nënshkruar sa kontratën dhe po fillojmë punimet me këto 2 ura. Edhe një herë ta përsërisim, të 2 urat do t'i lidhin 2 komunat, pjesën jugore dhe pjesën veriore, të ndërvisën në pjesën jug dhe në pjesën veri. Ndërkohë, ministri i detyrë i administrimit pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, theksoi rëndësinë e urave si mjet për të rritur qasjen dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të 2 anëve të Mitrovicës. Ne si bord, pas ndërtimit e urave, prioritet kemi vendos edhe aktivitetet e tjera dhe projektet e tjera infrastrukturore. Njëri ndër to është edhe transporti urban i përbashkët, e ura është ideale që me kalu edhe transporti publik përmbi 2 ura edhe ti lidh qytetarët e Veriut dhe Jug. Kjo është një moment shumë i mirë, kjo është një moment shumë i rëndësishëm për gjithë qytetarët e Mitrovicës, Jugut dhe Veriut, po edhe Kosovës. Presidenti i Serbisë kritikon vendimin e qeverisë në Prishtinë për ndërtimin e urave të reja të lëvizjes ndërmjet Mitrovicës, Veriut dhe Jugut mbi lumin Ibër. Aleksandar Vučić tha se Beogradi zyrtar ka bërë ankesë zyrtare tek fuqitë perëndimore. Vučić thoi se të gjithë tani duhet të bashkohen për të ruajtur popullin serb në Kosovë. Ushtarët shqiptar dhe austriak përfunduan dislokimin në Kosovë në kuadër të KFOR-it. Sipas tyre, forca e rezervë përforcon aftësitë operacionale dhe gatishmërinë e KFOR-it për çdo skenar të mundshëm. Rotacioni i trupave ndihmon që ato të mbeten të përqendruara dhe të trajnuara mirë, në mënyrë që të përmbushin mandatin afatgjatë të Kombeve të Bashkuara të KFOR-it bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999, thuhet në njoftimin e KFOR-it. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kritikoi qëndrimin e mbajtur nga pushteti vendor për të bashkëpunuar me fermerët me synim rritjen e subvencionimeve. Gjatë një takimi me sipërmarrës dhe antar të kabinetit në Cerik, Edi Rama u tha kryebashkiakëve se janë shkëputur nga fshati dhe nuk po e shohin si pjesë e punës së tyre të përditshme në funksion të zhvillimit. Ndërkohë Rama u ndal dhe tek fondi 250 milion euro që Banka e Shqipërisë ka vënë në dispozicion për të mbështetur me kredi sektorin e bujqësisë dhe zhvillimin rural. Në rrezik sipas tij dhe paketa e maleve, një projekt i qeverisë me synim investimet në zonat malore. Nuk është vetëm linja e re e kredisë që ka nevojë të shfrytëzohet maksimalisht dhe që rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar, por është edhe paketa e maleve, e cila është një tjetër instrument i ri vënë në dispozicion të zhvillimit rural, që përsëri rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar në rast se ne nuk arrim të ndërtojmë mekanizmat e duhur të ndërmjetëm deri kur këto gjëra të kthehen në pjesë të menduarit përditshëm të komuniteteve, ata që punojnë tokën me ata që administrojnë territorin. Rritja e kontrollit mbi forcat e rendit nga vetë qytetarët në Shqipëri është në thelb të projektit më të fundit digjital të paraqitur nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore.
Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ndërtuar dhe vënë në funksion një aplikacion të ri mobil me emrin Agjencia Digjitale, që ofron qytetarëve një mjet të ri të drejt për drejt, të thjesht për të raportuar çdo shkelje apo abuzim nga ana punonjësve të policisë, Gardës së Republikës, po ashtu dhe zjarfiksit ka 3 autoritete të cilat monitorohen nga kjo agjenci. Me këtë rast, Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha ndër të tjera se ky aplikacion do të vinë në ndihmë qytetarëve për të raportuar shkeljet apo abuzimet nga punonjësit e policisë së shtetit, Gardës apo shërbimet zjarfikës. Ky aplikacion është i disponueshëm falas për të gjithë në një sistem shumë të thjeshtë Android dhe mund të shkarkohet e përdoret nga çdo qytetar në çdo kohë dhe në çdo vend. Nisma në fakt është më shumë se sa një zgjidhje teknologjike, është një angazhim i qartë për të garantuar llogaridhënie dhe për të ndërtuar një kulturë të re raportimi, ku qytetari dëgjohet dhe i ofrohet mbrojtje. Kjo është detyra jonë parësore. Ministri gjithashtu garantoi qytetarët se anonimati i tyre do të ruhet dhe se mund të raportojnë nga çdo vend. Bota. SBA i bën thirrje Hamas të pranojë armëpushimin 60 ditor me Izraelin në Gaza. Presidenti Donald Trump u bëri thirrje militantëve të bien dakord me atë që e cilsoi si propozim përfundimtar. Shpresoj për të mirën e lindjes së mesme që Hamasi ta pranojë këtë marrëveshje, sepse nuk do të bëhet më mirë, vetëm do të përkeqësohet, shkroi Trump në platformën sociale Truth Social. Ai shtoi se Izraeli është pajtuar me kushtet për të finalizuar armëpushimin 60 ditor. Presidenti SBA tha se propozimi do t'i dorëzohet Hamasit nga përfaqësues të Katarit dhe Egjiptit. Vota e zëvendës presidentit J.D. Vance ishte e nevojshme për të miratuar projektligjin e shpenzimeve të kërkuara nga Trump në Senat me qëllim avancimin e agjendës së tij ekonomike bazuar në shkurtimet monumentale të taksave. Projektligji i madh dhe i bukur, siç e ka quajtur kreu i Shtëpisë së Bardhë, është në thelb projektligji financiar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trump e donte atë mbi të gjitha por uljen e taksave për përësisht 4.5 trilion dollarësh. Sipas vlerësimeve nga zyra e buxhetit të Kongresit, ai do ta afrojë buxhetin publik me 3.3 trilion të tjerë gjatë 10 viteve të ardhshëm. U mbyll zyrtarisht roli i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, përmes një njoftimi zyrtar në Departamentin e Shtetit, njoftoi ndryshimin në mënyrën se si do të menaxhohet ndihma e huaj, duke u shprehur se për amerikanët dhe shumë njerëz në gjithë botën, një këriku shënon fillimin e një epoke të re të partneritetit global, paqes, investimeve dhe prosperitetit. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio kritikoi ashpër mënyrën se si USAID ka funksionuar, duke thënë se agjencia shpesh promovonte ide dhe grupe anti-amerikane dhe kishte modelin e saj të ndihmës si një bamirës dhe jo si instrument të politikës së jashtme që shërben për interesat amerikane. Një valje të nxehtit po vazhdon në të gjithë Europën. Franca, Spanja, Italia, Portugalia dhe Gjermania janë në alarmin për nxehtësi. Në Francë, një alarm i kuq, paralajmërimi më i lartë për nxehtësi ekstreme është në fuqi në 16 departamente përfshirë Parisin, ku maja e kullës Eiffel është e mbyllur. 2 persona kanë ndruar jetën në Itali për shkak të rritjes së temperaturave, ndërsa 50.000 janë evakuar për shkak të zjarreve në Turqinë perëndimore. Pjesë të Portugalisë dhe Spanjës regjistruan temperaturat më të larta të qershorit këtë javë me 46 gradë Celsius. Në Anglinë juglindore temperaturat mund të arrijnë deri në 35 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.